Shumëtëri sot jetojnë pa e pyetur veten e tyre për arsyeën e ekzistencës dhe qëllimit në këtë dynjë. Disa prej tyre janë të zënë me shkollë, e disa prej tyre me punë, me rrjete sociale, plane të ndryshme, por asnjëri prej tyre nuk ka një qëllim të drejtë apo një qëllim të qartë shpirtëror. Islami, ky din, neve na jep një përgjigje të qartë, që njeriu nuk është i krijuar rastësisht. Edhe ardhja e jonë në këtë dynjë, ekzistenca e jonë në këtë dynjë nuk është krejt rastësisht. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon neve qartë që qëllimi i krijimit ton është adhurimi atij. Ky adhurim nuk kufizohet vetëm në namaz, por se përfshin gjatë gjithë jetës se si sillesh ti, si punon ti, si flet ti, si vendos ti dhe gjërat e tjera. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, unë nuk i kam krijuar gjenet edhe njerëzit për tjetër gjë, vetëm se të më adhurojnë mua. Kur e kupton këtë, jeta nuk është më e zbrazët. Çdo vështirësi merr kuptimin dhe çdo sukses bëhet përgjithësi. Mesazhi kryesor që ta kuptoj unë edhe ju është që ai i cili e njeh qëllimin e tij, ai i cili e din qëllimin e tij në ardhes në këtë dynjë, nuk humbet asnjëherë, edhe kur sprovohet me gjëra të ndryshme. Bëja vetës me dije sepse ti je në këtë dynjë, edhe vendosja vetës tënde qëllimin se ku do të arrish. Me Allahun është çdo sukses.